Të kuptojmë se sa janë të rëndësishme zgjedhjet lokale, po gjithashtu do të kishim shpresë për në të ardhmen të mendojnë edhe organet e vendit se si të gjejnë disa mjete apo mënyra apo hapësira alternative. Kemi problem si rrjedhoj e bllokimit 38 palestra në 38 komunat e Kosovës për shkak të zhvillimit të zgjedhjeve. Penalitetet financiare natyrisht janë shumë të larta. Komuniteti ka humbë patjetër me anulimin e Superkupës, por ne u desh që në bordin tonë ta marrë një vendim të dhëmshëm. Është hera e parë që një komision i FIBA Evropës grumbullohet në Kosovë. Fatkeqësisht vetë ndikimi i këtyre pasardhësive nuk është i vogël, është mjaft i madh. Klubet të cilat janë në amulli dhe nuk e dinë se nëse do të zhvillojnë një ndeshje mas 3-4 ditësh apo jo, natyrisht se nuk janë njëjtë përgatitura ashtu siç do të ishin përgatitura për të zhvilluar këto ndeshje, po ta kishin gjithë tërësisht qartë këtë punë. Ne e kuptojmë si federatë dhe si komunitet e kuptojmë se sa janë të rëndësishme zgjedhjet lokale, po gjithashtu do të kishim shpresë për në të ardhmen të mendojnë edhe organet e vendit se si të gjejnë disa mjete apo mënyra apo hapësira alternative të cilat mund të shfrytëzohen sipas ligjit për zgjedhjet në Republikën e Kosovës, për të mos i bllokuar të gjitha palestrat e sportit në të njëjtën kohë. Nuk është e lehtë për një vend i cili ka edhe ashtu mangësitë infrastrukturës sportive që të gjitha palestrat kryesore të vendit të bllokohen edhe ato të bllokohen në të njëjtën kohë dhe për një periudhë kaq gjatë kohore. Nuk është veç gara të cilën këto klube e zhvillojnë në Kosovë, këtu flitet edhe për gara ndërkombëtare të nivelit elitar, në të cilat paraqitja e klubeve tona si vjet e përcakton kuotën të cilën do të arrijmë për garat për vitet në VM. Do të thotë nuk është që është ndikimi vetëm për këtë stinor, një rezultati sportiv, por rezultatet e si vjetme do të thotë i na shërbejnë si vend edhe për garime në vite të tjera. Kështu që në kuptim të stërvitjeve kemi të lashe, në kuptim të zhvillimit të garave tona kemi të lashe, dhe në kuptim të zhvillimit të garave ndërkombëtare, për të cilat luftojmë aq shumë për të kualifikuar dhe për të qenë pjesë e tyre, kemi problem si rrjedhoj e bllokimit 38 palestra në 38 komunat e Kosovës për shkak të zhvillimit të zgjedhjeve. Jo vretje, nëse nuk je në gjendje me zhvillu ndeshjen, në momentin kur duhesh me zhvillu ndeshjen, nëse nuk ka një marrëveshje tjetër mes klubeve pjesëmarrëse, atëherë ndeshjen e humb me rezultat zyrtar, ka penalitet financiar edhe që është më e keqe, e humb në bazë të rregullave të basketbollit, e humb edhe pikën e cila të takon edhe si humbs. Do të thotë me një ndeshje të cilën nuk e zhvillon, ti i ke 2 ndeshje të humbura në start, e penalitetet financiare natyrisht janë shumë të larta se ato që imponon Federata e Basketbollit të Kosovës në situata të tilla. Ne prej 3 garave të cilat i zhvillojmë brenda një stinori vendosim që ta heqim Superkupën, si garë më pak e rëndësishme, por natyrisht si vendim është i dhëmshëm. Ka pas një organizator që veç ka qenë i gatshëm për organizimin e saj, do thotë edhe kjo ka implikime sportive, ka implikime financiare për federatën e cila përfiton, për organizatorin, për qytetet të cilat i organizojnë këto, sepse ka do thotë shikueshmëri e dini, do thotë që ka shikueshmëri të lartë, ka interes për të ndjekë këto ndeshje, kështu që si rrjedhoj komuniteti ka humbë patjetër me anulimin e Superkupës, por ne u desh që në bordin tonë ta marrë një vendim të dhëmshëm. Është hera e parë që një komision i FIBA Evropës grumbullohet në Kosovë. Unë si nënkryetari i këtij komisioni këtë propozim e kam bërë në takimin e parafundit të cilin e kam pas, fal për krahas të gjithë anëtarëve të komisionit, është vendosur që mbledhja e ardhshme të bëhet këtu. Sa i përket grumbullimit për U14, kjo është pjesë e strategjisë tonë, do të thotë e interesit tonë për të marrë me lojtarët e kategorive të reja në mosha sa më të hershme që të është e mundur. Është një grumbullim prestigjioz i trajnerëve dhe i ekspertëve të FIBA-s, do të thotë i cili për 2 ditë me radhë do të zhvilloj punimet e veta në Prishtinë.